fillim me 2 copa, të tjerat i kom afër 70 vjen. Po momentin jam dikun 650 litra ditore. Kena në bjellën dikun afër 100 hektarë. S'kena menu asnjë me dal jashtë. Fillimisht kom fillu dikun 2009, një fillim me 2 copa të rrit 4, 6, 10, qështo, dhe gradualisht të bli teknik gjdo vjet ka pak. Dhe gjdo vjet të risi të bo, diçka më të rria, më të asë, të i tashmë, dhe 10, 20, gjdo vjet i më rrit për 4-5 sopa, 5-6 sopa më shumë. Vitin e fundit, si vjetëve kom marru që të shtallë, besoj që i kom lecu kushtet pak, është biznes familjar, punoj me vllazën, me fëmijë, me këtë angazhimi i shtëpisë. Jemi 15 veta. Unë me fëmijë, djalin kam të martuar, vllavi që ashtu me fëmijë, dhe 2 vllaznik kam, veti treti vllai. Punoj me tokë, kena në bjellën dikun afër 100 hektarë. Te 130 kom pas marrë, po tash kam zvulu pak se sumbim rri edhe shtallën edhe fushën edhe shumë. Tash kam për momentin kam 50 misër i mbjellë për ferma, dhe komplet kryesisht misë shkon për ferma. Grunin një sasi e shes, do e nali për fermë, shka të vinë, edhe shtonë. Si vjetë më kom përfullu që të objekt. Për momentin dikon 30-32 lopë mjese, shka milën. Të tjerat i kom afër 70 vjen krejta, me vika, me mështjerat për i prodhën fermës. Bogën nuk i shesa, pa vikat sidomos pa i bë 600-700 kg nuk i shesa. Dikon 18 muj, 20 muj maksimumi që i matë. Zakonisht i ruaj sezonën e ngushit, kur është kërkesa më e madhe edhe për vitri, për bika. Femrat më shka janë, këtë i bëj për prodhim fermës. Po momentin jam dikun 650 litra ditore. Punoj me Bilmetin që muj me thëmë pi 2012. Kur kena një zëvon shumë e rana, kena pas probleme sfida, tanat dhe këti kena kalu gradualisht ka pak. Unë për maherët kom punu dhe mekanika. Tash punën vllavi edhe djalja mekanik, unë komik ne më shumë për me angazhu familja, kështu këtë, mos më bënd varën për dikojnë. Jashtë se di, unë për veti s'muj me shku, nuk e shoh t'arsyeshme me shku jashtë, kur ka mundësi këtu me vend tonë nga të familjes, nga të rrethit, nga të këtë. Këto janë komplet vetë që e kom bëllë. Me sistem mielis, me këtë shka u maru, vetë e kom bëllë. 2 vjetë kom apliku ministrisë, s'kesh përfitus. Edhe kom një vetë gradualisht, te i këtë më rria, kur së më rri nana. Menoj më rritë edhe pak, sa të ka mundësia, kur nuk menu shumë gata, veç gata dhe qysho është mundësia që ashtë të kom shku, investim do të, në stop, kjo shkur rahat nuk lenë, në stop do shme bo, dishka investim, kur gjithë do të një maqinerej, një dishka, për me letu punën fizikë, me letu kushet. Për momentin, par një jave dikun e kom një shu, dhe më në qushet, mesazh për drita, kjo punë është me zërsën e shtemë, dhe që se nuk e donë, nuk mund me bo këtë punë. Kjo është vullneti, është e para puna, dhe nuk thëmë që është shumë i mirë, po dhe bashkë pa to nuk është. I e nga zhumë në stop, 24 orë, kur pa pushim. S'kena menu asnjë me dal jashtë, s'kena menu diçka, veç me punu, gradualisht ka pak, te i rritë sa të mujnë. Unë muj me thonë që është shumë mirë, edhe që në ka majtë, se me 2 vetë ose 3 vetë s'mund me majtë një firmë. Me punëtor këtë punë së në marrë. Unë se shofë të arsyeshme me mujtë bilesi do mas për milje, për kështu që mund me kry punë me punëtorë. Që se nuk i vetë të krytë punës nuk mund me vjetuar. Si të sanë, dhe bashkë kërkunja. Tash punëtorë e krymë punën e vetë, edhe probleme shkatë bon të aniketë pasohet janë të shkatë.